Salla e gjyqit ishte mbushur plot. Të gjithë prisnin vetëm një gjë, dënimin e pastrueses. Ajo quhej Elena, ishte 47 vjeçe dhe kishte punuar për më shumë se 12 vite në shtëpinë e një prej biznesmenëve më të pasur të qytetit. Por atë mëngjes, Elena nuk ishte aty si punëtore. Ishte aty si e pandehur për vjedhjen e 500.000 eurove. Prokurori kishte paraqitur prova që, në pamje të parë, dukeshin të pakundërshtueshme. Gjurmët e saj ishin gjetur në dhomën ku mbahej kasaforta. Kamerat e sigurisë e kishin filmuar duke hyrë në atë pjesë të shtëpisë. Dhe vetëm pak ditë pas zhdukjes së parave, në llogarinë e saj ishte shfaqur një shumë e pazakontë. Gjithçka dukej sikur tregonte drejt saj. Familja e milionerit ishte ulur në rreshtin e parë. Gruaja e biznesmenit e shikonte me përbuzje. Djali i tij kishte ardhur vetëm për të dëgjuar dënimin. Kur gjykatësi ngriti syt nga dosja dhe e pyeti: "A keni ndonjë gjë për të thënë para se gjykata të marrë vendimin?" Elena heshti për disa sekonda. Pastaj ngriti kokën dhe tha vetëm një fjali: "Po, zoti gjykatës, unë nuk I vodha ato para. Unë e di kush I mori. Dhe kam heshtur për një arsye që do t'ju trondit." Salla u bë menjëherë e heshtur. Por askush nuk ishte përgatitur për emrin që Elena do të përmendte më pas. 3 javë më parë, askush nuk do ta kishte imagjinuar se Elena do të përfundonte në një sallë gjyqi. Për 12 vite, ajo kishte hyrë në të njëjtën shtëpi çdo mëngjes, gjithmonë pak para orës 7. Pastronte dhomat, përgatiste mëngjesin kur familja ishte me nxitim dhe kujdesej për çdo cep të asaj shtëpie gjigante sikur të ishte shtëpia e saj. Familja e kishte punësuar kur ajo ishte ende një grua e re. Në fillim, Elena punonte vetëm disa orë në ditë. Por me kalimin e viteve, ajo u bë një nga njerëzit më të besuar të familjes. Ajo dinte ku mbaheshin dokumentet, cilat dhoma nuk përdoreshin, kur pronari largohej për udhëtime dhe cilat sende kishin vlerë. Por Elena nuk kishte prekur kurrë asgjë që nuk I përkiste. Të paktën, kështu mendonin të gjithë. Pronari I shtëpisë ishte Adrian Kodra, një biznesmen I fuqishëm që kishte ndërtuar pasurinë e tij me kompani ndërtimi dhe investime. Ai jetonte me bashkëshorten e tij, Mirelen, dhe djalin e tyre 27 vjeçar, Danieli. Në shtëpi kishte edhe një dhomë që Elena nuk e pastronte pothuajse kurrë. Ishte zyra private e Adrianit. Aty ndodhej një kasafortë e madhe metalike, e fshehur pas një paneli druri. Elena e dinte se ekzistonte, por nuk dinte kodin. Dhe pikërisht ajo kasafortë do të bëhej arsyeja pse jeta e saj do të shkatërrohej. Gjithçka nisi një të hënë në mëngjes. Adriani ishte kthyer nga një udhëtim pune jashtë vendit. Ai hyri në zyrë rreth orës 8 dhe vetëm pak minuta më vonë u dëgjua një britëm. Mirela. Gruaja e tij vrapoi drejt zyrës. Elena ishte në kuzhinë dhe u nis menjëherë pas tyre. Adriani qëndronte para kasafortës. Dera ishte e hapur. Ai po shikonte brenda me fytyrë të zbeth. "Çfarë ka ndodhur?" pyeti Mirela. Adriani nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj tha: "Parat janë zhdukur. Në kasafort mungonin 500.000 euro. Ishin para të mbajtura për një investim që Adriani do ta kryente brenda pak ditësh." Ai telefonoi menjëherë policin. Elena nuk u shqetësua në fillim. Ajo mendonte se do të kontrollonin kamerat dhe gjithçka do të sqarohej. Por pas rreth një ore, një oficer policie ju afrua. "Zonja Elena, duhet të flasim me ju." "Me mua?" "Po." "Për çfarë?" Oficeri e pa për disa sekonda. "Kamerat ju kanë regjistruar duke hyrë në korridorin e zyrës mbrëm." Elena mbeti pa fjalë. "Po, kam hyrë. Po pastroja korridorin." "Në çfarë ore?" "Rreth orës 9." Oficeri hapi një dosje. "Kasaforta është hapur pas orës 9." Elena filloi të tunte kokën. "Jo, unë nuk kam hyrë në zyrë." Por problemi ishte se kamera e kishte regjistruar pikërisht pranë derës së zyrës. Dhe kur policia kontrolloi sendet e saj, gjeti diçka që e bëri situatën edhe më të rëndë. Në çantën e saj kishte një zarf. Brenda ishin 20.000 euro cash. Elena u betua se nuk e kishte parë kur atë zarf. Por askush nuk e besoi. As Adriani, as Mirela, madje as Danieli, djali që Elena e kishte parë të rritej që nga fëmijëria. Kur policia e pyeti se nga I kishte marrë parat, Elena nuk dha përgjigje. Ajo vetëm uli kokën. Dhe ky ishte gabimi që do t'i kushtonte shtrenjtë. Sepse heshtja e saj u interpretua si pranim faji. Brenda pak orësh, lajmi kishte marrë për masa të mëdha. Pastruesja vodhi gjysmë milioni euro, shkruanin portalet. Por askush nuk e dinte se Elena po heshte për një arsye tjetër. Ajo kishte parë diçka të natë. Diçka që mund ta shkatëronte një nga anëtarët e familjes. Dhe nëse ajo fliste, nuk do të humbiste vetëm punën. Mund të humbiste jetën.
Megjithatë, pas disa ditësh, Elena u arrestua. Dhe në seancën e parë gjyqësore, prokurori paraqiti prova. Gjurmët e saj pranë zyrës, pamjet e kamerave, 20.000 euro, dhe një transfert bankare në emër të saj. Gjykatësi i shikoi të gjitha me kujdes. Pastaj pyeti: "Zonja Elena, a e pranoni se keni marrë para?" Elena ngriti syt. Për disa sekonda nuk foli. Pastaj tha: "Jo, zoti gjykatës. Por unë e di kush i mori." Në atë moment në sallë u dëgjua një murmurim. Gjykatësi u përkul përpara. "Kush?" Elena pa drejtë në sy familjen Kodra. Pastaj tha: "Nëse e them emrin, dikush këtu do të përfundoj në burg për shumë më tepër se vjedhje." Dhe për herë të parë, Danieli u ngrit nga karrigia, sepse ai e dinte saktësisht se për çfarë po fliste Elena. Danieli mbeti në këmbë për disa sekonda, ndërsa sytë e të gjithëve u kthyen nga ai. "Ulu, Daniel," i tha gjykatësi me ton të prerë. Djali i Adrianit u ul ngadalë, por fytyra e tij kishte ndryshuar. Vetëm Elena e vuri re. Ajo e kishte njohur Danielin që kur ishte fëmijë. E dinte kur gënjente, kur trembej dhe kur përpiqej të fshihte diçka. Dhe atë ditë ai ishte i tmerruar. Prokurori u ngrit. "Zoti gjykatës, deklaratat e të pandehurës janë vetëm një përpjekje për të larguar vëmendjen nga provat konkrete." Ai tregoi drejt ekranit. Kamera e ka regjistruar zonjën Elena pranë zyrës. Parat u gjetën në çantën e saj. Dhe ajo nuk ka shpjeguar se si kanë përfunduar atje. Elena shtrëngoi duart. "Mund të flas?" Gjykatësi i dha leje. "Parat në çantën time nuk ishin të mia. Dikush i vendosi aty." "Kush?" pyeti prokurori. Elena heshti. "Përgjigjuni." Ajo ngriti syt drejt Danielit. "Ai që i vendosi parat në çantën time e dinte se policia do të kontrollonte vetëm dhomën time." Danieli u zbeh. "Baba i tij e pa." "Çfarë po ndodh?" pyeti Adriani. Por Elena nuk vazhdoi. Ajo kishte frikë. Frika kishte filluar shumë kohë përpara se 500.000 euro të zhdukeshin. 2 net para vjedhjes, Elena kishte qenë duke pastruar kuzhinën kur kishte dëgjuar zëra nga korridori. Ishte rreth orës 10:30. Shtëpia zakonisht ishte e qetë në atë orë. Ajo kishte fikur dritën e kuzhinës dhe kishte dalë për të parë kush ishte zgjuar. Nga larg kishte parë Danielin. Ai po fliste me një burr që Elena nuk e njihte. Burri kishte veshur një xhaketë të zezë dhe mbante një çantë të vogël. Elena nuk dëgjoi gjithçka, por dëgjoi një fjali. "Nëse baba i yt e merr vesh, gjithçka merr fund." Pastaj Danieli kishte kthyer kokën. Elena ishte fshehur menjëherë pas murit. Nuk donte të përfshihej, por pak minuta më vonë dëgjoi një tjetër fjali. "Parat duhet të dalin nga shtëpia para të hënës." Elena nuk e dinte nëse bëi fjalë për 500.000 euro, por tani, pas vjedhjes, ajo e kuptonte se nuk kishte qenë një bisedë e zakonshme. Në gjykat, prokurori vazhdoi të fliste. "Përveç provave fizike, kemi edhe një fakt tjetër. Zonja Elena kishte probleme financiare. Ai nxori disa dokumente. Kishte borxhe. Mirela buzëqeshi lehtë. Elena e pa. Ajo e kuptoi se familja tashmë e kishte vendosur fajin mbi të." Gjykatësi pyeti: "A është e vërtet që kishit borxhe?" "Po." "A kishit nevojë për para?" Elena mori frym thellë. "Po." Salla filloi të murmurisë. Prokurori buzëqeshi. "Atëherë motivi është i qartë." Elena nuk reagoi, por avokati i saj u ngrit. "Zoti gjykatës, kemi kërkuar ekspertizë të plotë të kamerave të sigurisë." Prokurori kundërshtoi. "Pamjet janë tashmë të qarta." "Jo, nuk janë," tha avokati. Ai ndezi laptopin. "Në regjistrimin që i është dorëzuar policisë mungojnë 17 minuta." Gjykatësi ngriti vetullat. "Çfarë do të thotë kjo?" Kamera ka regjistruar zonjën Elena duke kaluar në korridor. Pastaj regjistrimi ndërpritet. Kur rifillon ajo nuk është më aty. Avokati shikoi drejt prokurorit. "Dikush ka fshirë 17 minuta nga sistemi." Në sallë ra heshtja. Adriani u ngrit. "Kjo është e pamundur." Avokati u kthye nga ai. "Përkundrazi, eksperti ynë e ka verifikuar." Gjykatësi kërkoi menjëherë raportin teknik. Pas disa minutash, ai tha: "Prokuroria duhet të shpjegojë pse këto pamje nuk janë në dosje." Prokurori nuk pati përgjigje, por më pas ndodhi diçka edhe më e çuditshme. Teksa të gjithë shikonin ekranin, Elena vuri re një detaj. Në këndin e pamjeve, pak sekonda para se regjistrimit të ndërpritej, shfaqej një person që kalonte pranë kamerës. Ajo e njihte. Ishte dikush që nuk duhej të kishte qenë aty atë natë. Elena u ngrit. "Zoti gjykatës, ndalojeni videon." Gjykatësia ndaloi. "Çfarë shihni?"
Elena ju afrua ekranit. Fytyra e saj u zbe. Ai nuk ishte në shtëpi atë natë. Të paktën kështu na than të gjithëve. Gjykatësia e pyeti. Kush është? Elena ktheu kokën drejt Adrianit. Vëllai juaj. Adriani u ngrit menjëherë. Vëllai im ka vdekur prej 3 vitesh. Elena mbeti e ngrirë. Ajo pa përsëri ekranin. Pastaj pëshpëriti. Atëherë kush është ky? Salla e gjyqit shpërtheu në zëra. Gjykatësi goditi tavolinën me çekiç. Qetësi. Të gjithë në vendet tuaja. Por askush nuk po e shikonte më Elenën. Të gjithë po shikonin ekranin. Në pamje duke një burr me trup të ngjashëm me vëllain e ndjerë të Adrianit. Fytyra nuk dukej qartë, por mënyra si ecte, gjaketa dhe ora në dorë e bënin pamjen shqetësuese. Adriani ishte bërë i bardhë. Kjo nuk mund të jetë ai, përsëriti. Vëllai im ka vdekur. Avokati i Elenës u ngrit. Atëherë duhet të zbulojmë kush është ky person. Gjykatësi urdhëroi ekspertizë të plotë të videos. Por Elena kishte ende diçka për të thënë. Zoti gjykatës, të gjithë u kthyen nga ajo. Unë e kam parë atë burr edhe më parë. Adriani e pa i alarmuar. Ku? Elena uli zërin. Në shtëpinë tuaj. Mirela ngriti kokën. Çfarë po thua? 2 muaj më parë. Ishte natë. Ju dhe zoti Adrian kishit shkuar në një darkë. Danieli ishte në shtëpi. Danieli filloi të lëvizte nervozisht. Elena vazhdoi. Ai burr erdhi rreth mesnatës. Danieli e futi nga dera anësore. Gënjeshtër. Bërtiti Danieli. Gjykatësi e paralajmëroi. Një fjalë tjetër dhe do të nxirreni nga salla. Elena nuk e hoqi shikimin prej tij. Unë nuk thash asgjë atëherë sepse Danieli më kërkoi të heshtja. Adriani u kthye nga i biri. Daniel? Djali nuk përgjigjej. Çfarë të tha kjo grua? Danieli uli kokën. Mirela ndërhyri. Mos e dëgjo. Ajo po përpiqet të shpëtojë veten. Por avokati i Elenës nxori një dokument. Nuk është vetëm fjala e klientit tim. Ai vendosi një fotografi mbi tavolinë. Ishte një fotografi nga një kamerë sigurie. Në të dukej Danieli duke hyrë në një hotel me të njëjtin burr. Data ishte 2 ditë para zhdukjes së parave. Adriani mori fotografinë. Daniel, baba, unë mund ta shpjegoj. Atëherë shpjegoje. Danieli heshti. Dhe pikërisht në atë moment një polic hyri me nxitim në sallë. Ai ju afrua prokurorit dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Prokurori u ngrit. Zoti gjykatës, kemi një zhvillim të ri. Çfarë ka ndodhur? Ekspertët kanë rikuperuar një pjesë të regjistrimit të fshirë. Gjykatësi kërkoi ta shfaqnin menjëherë. Videoja filloi. Ora shënonte 22:47. Elena shfaqej duke kaluar në korridor. Pastaj largohej. Disa sekonda më vonë dera e zyrës hapej. Një burr hynte brenda. Ai mbante një çantë të zezë. Videoja u zmadhua. Në dorën e tij shkëlqente një unaz. Adriani u ngrit menjëherë. Ajo unaz? Gjykatësi e pyeti. E njihni? Adriani nuk foli. Mirela po dridhej. Elena po shikonte ekranin pa lëvizur. Pastaj Adriani tha. Ajo është unaza e vëllait tim. Në sallë ra heshtja. Por eksperti vazhdoi videon. Burri hyri në zyrë dhe pas pak minutash doli me çantën. Pastaj ndaloi. U kthye nga kamera. Dhe për një moment fytyra e tij u bë e dukshme. Adriani u tërhoq një hap pas. Jo, gjykatësi pyeti. Kush është? Adriani mezi nxori fjalët. Është vëllai im, por kjo nuk ka kuptim. Elena po çante. Sepse ajo tashmë e dinte të vërtetën. Ajo kishte para të burr, por nuk ishte vëllai i Adrianit. Ishte binjaku i tij, për të cilin familja kishte thënë se kishte vdekur që kur ishte fëmijë. Dhe tani, pas 30 vitesh, ai ishte kthyer për 500.000 euro. Por kjo nuk ishte pjesa më e tmerrshme. Sepse në fund të videos, ai nuk largohej vetëm. Dikush e priste në makinë. Dhe kur kamera kapi fytyrën e personit pas timonit, Elena u ngrit e tronditur. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Ishte personi që ajo nuk kishte menduar kurrë se do ta shihte aty. Mirela. Salla e gjyqit ra në një heshtje absolute. Elena po shikonte Mirelën. Mirela nuk lëvizi, por fytyra e saj kishte humbur çdo ngjyrë. Adriani e pa bashkëshorten. Ti? Mirela nuk u përgjigj. Ti ishe në makinë? Adrian më dëgjoi. Ti ishe në makinë me atë burr. Mirela filloi të çante. Por para se të fliste, gjykatësi urdhëroi policin të merrte videon si provë dhe kërkoi që të gjithë të qëndronin në sallë. Danieli ishte ulur me kokën mes duarve. Tashmë gjithçka po shembej. Prokurori kërkoi një pushim të shkurtër për të verifikuar identitetin e burrit, por Elena nuk priti.
Ajo u ngrit dhe tha, unë e di pse e bën. Gjykatësi e pa. Atëherë flisni. Elena mori frymë thellë. Nuk ishin vetëm 500.000 euro. Të gjithë heshtën. Para separat të zhdukeshin, unë gjeta një dokument në zyrën e zotit Adrian. Ishte një kontratë. Aty thuhej se një pjesë e madhe e kompanisë do të kalonte te Danieli. Adriani u kthye nga djali. Çfarë? Danieli uli kokën. Elena vazhdoi. Por kishte edhe një problem. Zoti Adrian kishte zbuluar se dikush po tërhiqte para nga kompania prej muajsh. Prokurori pyeti. Kush? Elena pa Danielin. Danieli. Salla shpërtheu. Gënjeshtër. Bërtiti Danieli. Mjaft. Urdhëroi gjykatësi. Por Elena vazhdoi. Ai nuk e bëri vetëm. Kishte nevojë për dikë që mund të hapte kasafortën dhe të manipulonte dokumentet. Mirela filloi të çante më fort. Adriani e kuptoi. Ti e ndihmove? Mirela nuk foli. Kjo ishte përgjigjja. Danieli më në fund shpërtheu. Mjaft. Ai u ngrit. Unë nuk doja të ndodhte kështu. Policët u afruan. Daniel ulu. Por ai vazhdoi. Babai do të na hiqte nga kompania. Do të na linte pa asgjë. Adriani po e shikonte i tronditur. Për këtë më vodhët? Danieli uli kokën. Paratën nuk ishin për mua. Ishin për të paguar borxhet e mia. Gjykatësi kërkoi qetësi. Por ende mbetej një pyetje. Kush ishte burri në video? Pas disa orësh verifikime, policia zbuloi identitetin. Nuk ishte vëllai i Adrianit. Ishte një ish punonjës i kompanisë, i cili kishte ndryshuar pamjen dhe ishte përdorur nga Danieli dhe Mirela për të krijuar iluzionin se një person i panjohur kishte hyrë në shtëpi. Por çfarë nuk kishin parashikuar? Kamerat kishin regjistruar gjithçka. Dhe 17 minutat e fshira ishin rikuperuar. Megjithatë kishte ende një mister. Pse Elena ishte akuzuar? Përgjigjja ishte e thjeshtë. Ata kishin zgjedhur njeriun më të pambrojtur. Një grua që kishte borxhe. Një grua pa ndikim. Një grua që askush nuk do ta besonte. Dhe 20.000 eurot ishin vendosur qëllimisht në çantën e saj. Kur gjykatësi u kthye në sallë, vendimi ishte i qartë. Elena shpallej e pafajshme. Ajo nuk kishte vjedhur asnjë euro. Gjykatësi madje urdhëroi nisjen e hetimeve për personat që kishin manipuluar prova. Elena u ngrit, por para se të largohej gjykatësi i tha: Zonja Elena, më duhet ju kërkoj falje. Ju u trajtuat si fajtore përpara se e vërteta të dëgjohej. Elena buzëqeshi lehtë. Nuk dua falje, zoti gjykatës. Ai e pa. Çfarë dëshironi? Elena mori çantën e saj dhe tha: Dua vetëm që njerëzit të mos gjykojnë një njeri nga rrobat që vesh, puna që bën apo paratë që ka. Ajo doli nga salla. Por historia nuk mbaroi aty. Të nesërmen Adriani e kërkoi Elenën. Ai i ofroi një shumë të madhe parash si kompensim. Elena nuk pranoi. Kam punuar gjithë jetën për të fituar bukën time. Nuk dua para për dhimbjen që më shkaktuan. Adriani e pyeti. Atëherë çfarë dëshiron? Elena buzëqeshi. Dua të më jepni një mundësi të filloj nga e para. Dhe kështu bëri. Me një pjesë të kursimeve të saj dhe me ndihmën e një miku, Elena hapi një shërbim të vogël pastrimi. Brenda 2 vitesh, biznesi i saj u rrit. Ajo punësoi gra të tjera që, ashtu si ajo, kishin kaluar periudha të vështira. Ndërsa familja Kodra u përball me pasojat e veprimeve të tyre. Danieli u arrestua. Mirela u përball me akuzat e saj. Dhe 500.000 eurot u gjetën pjesërisht pas hetimit. Por ajo që mbeti në mendjen e të gjithëve ishte një fjali e gjykatësit. E vërteta mund të vonoj, por kur del në dritë nuk ka pasuri që mund ta blej. Dhe Elena? Ajo nuk u kthye më kurrë në atë shtëpi, sepse atë ditë kuptoi diçka më të rëndësishme separat. Nuk ka turp të punosh me duart e tua. Turp është të përdorësh një njeri të ndershëm për të fshehur gënjeshtrat e tua.